media ku jemi në transmetimin ton direkt në televizionin Klan. Urojt jeni mirë të gjithë, jeni mirë me shëndet. Të keni nisur një ditë të mbar. Në fakt ka qenë një stuhi e papar gjatë natës, edhe me siguri keni pritur që gjatë ditës sotme të ketë rrebeshe shiu, po për fat të mirë deri tani jemi mirë, situata është e qetë. Vranët, ashtu si që mund ta keni parë nëse keni lëvizur, nëse keni dalë, është ngrohtë, nuk është ftohtë, dhe është ditë tipike kalimi në pranverë. Ne sot do të jemi në transmetimin ton direkt për të sjellë 2 orë, në të cilat ora e parë patjetër karakterizohet nga shija e mirë e recetave të zonjës Vjolca, ndërsa ora e dytë do të diskutojmë dhe do të analizojmë një serial të shkurtër me 4 seri që ka bërë namin në internet, ka bërë namin në Netflix, ka bërë namin në portale të ndryshme, në postime në rrjete sociale, adoleshencë. Ja ta shohim pak bashkë përmbajtjen dhe ndalemi më gjatë. Zbulojmë së pari recetat e zonjës Vjolca. Receta e parë do të jetë pul me domate dhe erza. Receta e dytë do të jetë pjadine të mbushura me kremviçe pule dhe djath. Adoleshenca, seriali shumë përfolur ku 13 vjeçari vret bashkëmoshataren. Apo i mbrojmë si duhet fëmijët tanë? Gjithashtu do të kemi në fund edhe quizin e Komodita Home, ku do t'ju mirëpresim me telefonatat tuaja për të fituar dhuratën, nëse përgjigjeni sakt 4 pyetjeve brenda 20 sekondave. Sa i përket serialit, mund të ketë ndokënd nga ju që nuk e ka parë fare, nuk e ka idenë se për çfarë bëhet fjalë. Ne kemi përgatitur një material, gazetarja e programit Agida Koçi ka përgatitur një insert të cilin ne do ta prezantojmë kur të fillojmë bisedën, që të familiarizoheni, të njiheni me historinë që trajtohet gjatë këtij seriali. Dhe ka qenë tronditës që është e vërteta, ka ndezur goxha reagime, edhe kushdo që e ka ndjekur, ka bërë atë thirrjen e tij modeste në rrjete sociale që duhet ndjekur nga çdo prind. Sepse në këtë serial, edhe pse britanik, ngjarjet janë shumë të ngjashme edhe me ato të Shqipërisë, e ndoshta edhe në shumë vende të tjera të botës. Dhe bëhet fjalë për rritjen e fëmijëve, rrjetet sociale, përgjegjësinë e shkollës dhe përgjegjësinë e prindërve. Dhe bullizmin pa diskutim, por jo vetëm. Do t'i trajtojmë të gjitha në momentin e dur. Vazhdoni që ndroni me ne. Besoj do t'jetë një bisedë shumë e bukur për të ndarë sot. Tani shkojmë tek zonja Vjolca, momenti për të sjellë recetat. Është shumë e mirë, shumë e shijshme dhe kryesisht janë pula kryefjala e recetës, gjithmonë nga tik-tik. Kam prerë pjesën e kofshës, të trashës kofshës, kisha dhe një kofshë tjetër, kështu që është mbushur gati, ka një çik më shumë se 1 kilogram këtu. Kemi 2 qepë mesatare, që t'i presim kështu në fije, kemi 800 gram domate, që mund t'jenë të freskëta, ose mund t'jenë dhe në kuti, nga ato që janë me copsa. Kemi një spec të bollshëm, hudrat, borzilok, në mungesë të borzilokut, mund të vendosim dhe majdanos, po do të shkonte shumë me borzilokun. Pastaj kemi kryesisht erzat, që kemi krip, piper të zi, piper të kuq, kemi koriandër, plur, kemi një lugë salcë domate, dhe opsionale mund të vendosim edhe çik spec pikant sepse shkon shumë fare. Në fund fare do t'i hedhim edhe hudrat e shtypura të përziera pastaj, o me borzilok thash ose me majdanos. Mirë do t'ishte borzilok. Tani do të fillojmë në fillim. Do të hedhim 2 lugë gjallë, 2 lugë gjelle gjallë dhe 2 lugë vaj ulliri. Ky është një gatim që sigurisht do të konsumohet me lugë, por është ajo pjesa e salcës së domates, që këtu ka bollë shumë domate, do të qëndroj në konsistencë të plot, jo kështu e hollë. Domatja do të ziejë derisa të kthehet në lëng, pastaj nëse do të ketë nevojë për
në një filxhan kafeje ujë, ju se cili e shikon si pas preferencave të veta. Një, ja dhe një tjetër, 2 lugë vaj ulliri, gjithmonë nga Pema, që tani më e kemi provuar dhe është një vaj që ja vlen të konsumohet. E pe sportin dhja? Po. A të thashe do bëjmë në 3 3 gole? gole, po. Atë njëshin e thashtë isha me Ramazan, s'desha me pishgojë për ata, po. Mos t'i keni atri skuadrës Andorës. Por për rezultat të sakt fare ka të në regjizori, 3-0. Po mirë, me regjizorin da gjerasim, pa diskutim. E gjeti, 3-0. Një tort, që tort është po? Tortot kam premtu unë. Ke premtu, tort, dje. Po, sot, pa tjetër. Sa mirë bani mëndore. Që ka premtuar zonja Vjolca tort. Pa diskutim. Ju bëni zgjedhje si e doni me çokoladë, pa çokoladë, si të doni ju. Jo, zë ta bëj unë, da blejt gatshëm. Po, normal, se edhe këtë do bësh. Shiko si qeshin ata, pretendonin që do bëjë unë tort. A vashti, do shijoj dhe unë fitoren, jo të lodhem. Ja kështu festohet do fillojmë me mishin e pulës. Nisi me tik-tik. Do ta kaurdisim mishin derisa të zverdet nga të 2 anët, kohë të cilën merr një çik kohë kjo, por ne do mundohemi që ta zverdim të paktën nga njëra anë. Kemi thënë gjithmonë aty ku do t'jetë një gatim me salsa, gjalpi është ai që e rregullon pjesën e salsës. E vendosim nga pjesa e lëkurës gjithmonë. Tani kemi larë, kemi vendosur në një letër këtë. Ndërkohë do dalem pak tek informacioni në lidhje me tik-tik, teksa zonja Vjolca thjesht vendos copat e pulës për t'i bërë gati, për t'i kaluar pra pak në yndyrën e gjalpit, vajt, të gjitha së bashku, të kapen, si që temi gjithmonë. Se ju sugjerojmë tik-tik? Tik-tik janë produkte 100% natyrale, pa hormone, pa antibiotik, të ushqyra në mënyrë natyrale me lëndë organike si që janë gruri, mistri dhe soja. Është pula e freskët shqiptare tik-tik, ajo që ne ftojmë të gjithë ju që të konsumoni dhe të shijoni. Jemi duke ju afruar festës së madhe të Bajramit. Muaji i shenjtë i Ramazanit po përfundon, edhe pak ditë do t'jetë festa në fund e Bajramit, ku do të shtrohen tryezat plot për të pritur familjar, miq, edhe për të gatuar ca pjata të shijshme dhe për të festuar të gjithë ata që kanë bërë muajin e sakrificës dhe pastrimit shpirtëror, ta kurorëzojnë me një drekë të madhe. Dhe pse jo të mos jetë shtruar në këtë tryez zogu i pulës apo zogu i fshatit tik-tik. Ja, që pësi është kjo? Kjo është pule freskët që është tamam si për Bajram. Agrotek është kujdesur dhe ne kemi thënë her pas here këtë si informacion që të gjithë veçanërisht besimtarët musliman të jenë më se komod në konsumimin e produktit tik-tik, duke siguruar therrjen e pulave përmes kushteve halal. Kjo falë një bashkëpunimi shumë të mirë që ata kanë bërë, duke punësuar punëtor nga Egjipti në këtë rast, tek Agrotek, që e din fare mirë se si kryhen këto procedura. Kështu që për Bajram, Agrotek ju fton që në tryezat e tyre të keni tik-tik, ndoshta zogun e pulës me perime dhe zogun e fshatit me jufta. Do t'ishte një ide shumë e mirë t'i kombinonit kështu. Megjithatë, ide plot gjeni edhe në YouTube, në Shije Shtëpie nga zonja Vjolca, për t'i bërë si të doni ju këto receta me tik-tik. E ritheksoj që pulat tik-tik janë 100% natyrale, shqiptare, të ushqyera me lëndë organike, pa antibiotik dhe pa hormone. Gëzuar. Dhe rikthehemi te receta. Tani kthejmë nga ana tjetër. Ja, është kapur një çik. Ka filluar të zverdet. Sa arome mirë. Shumë. E pak kthej nga ana tjetër. Dhe është fiks. Mishin do ta largojmë nga tenxheria, prandaj kam zgjedhur një tenxhere të thellë, për arsye se edhe mos bëjmë i pis, po dhe gjithçka këtu të gatuhet lirshëm. Ta shohim recetën? Po, e shohim dhe recetën. Hajdeni, lexojmë pak përbërësit bashkë. Atëherë kemi pul me domate dhe erza.
Për këtë do të bëjmë gati 1 kilogram mish pule, sugjerohet që për këtë recet të jenë kofsha pule. Po. Vazhdojmë me 2 qep mesatare, 2 thelpinj hudhra, 800 gram domate, 1 spec të kuq, 2 lugë gjelle gjallë, 2 lugë gjelle vaj ulliri, 1 lugë gjelle salcë domate koncentrat, 1 lugë çaj piper të kuq, gjysmë lugë çaj koriandër e bluar dhe 1 grusht borzilok. Kjo është receta me shkrim, këta janë përbërësit që duhet bëni gati. Vazhdojmë me përgatitja. Tani largova mishin e pulës në një pjatancë dhe do të hetë qepën. Qepa do të jetë në fije e grirë si për sallatë. Ja, 2 qep. Ka urdisim derisa qepa të bëhet transparente dhe pastaj më njëherë, ja këtu janë këto kërcet e mishit, hepin si pak më karamel qepën. Kur qepa ja, të bëhet e të i dukshme, atëherë do të hedhim të gjitha erëzat. Hudron da hedhim në fund fare, ku po thuaj se gjithë shka të ketë përfunduar, në 5 minutë në fundit, me qëllim që të ndjehet era e hudrës. Pra, domatet do priten në kubik, mirë. Kemi dhe specë. 800 gram deri në 1 kilogram domate të qëruar nga lëkura. Ja, edhe pak. Ka filluar qepa, madje edhe pak fillon e zverdhet. Tani do të hedhim të gjitha erëzat. Hedhim këtu koriandër, hedhim pak piper të zi, tjetrën për në fund, hedhim piperin e kuq, ullim pak temperaturën, Katerina, dhe po, rrofsh. Edhe 1 lugë gjelle salcë domate. E ka urdisim këtë për 2-3 minuta në temperaturë të ullët, ose 5 minuta maksimumi për temperatura tjetë e ullët, se që shikoni. Dhe tani unë do të hedhë specin, ullë edhe pak. Specin të prerë në shirita të hollë. Ja dhe kjo. Qaro me i dhanë erzat. Po. Koriandër, qaro, fort. Një spec e bën punën mjaftueshëm. Ta ndryshoj temperaturën të në? Po. Se 2 minuta do të hedhun domaten. Dhe domaten, si që dini ju, ta lëmë të zi 10 minuta, derisa të kthehet pothuajse në lëng. E rrisim temperaturën. Kur hedhim piperin, sigurisht duhet ta ulim, për arsye se edhe hidrohet edhe ndryshon ngjyrë, erëson shumë. Hedhim domaten. E lëm të zjej njërë domatja 10 minuta, më pas do të vendosim copat e pulës. Tani hedhim dhe kripën këtu.
Kjo domatja e do në fakt edhe një majlugë sheqer, pse të gënjej. Katerina? Po. Ke sheqerin kafe atje? Po. Ka që zonja Vjolca, po pak më shumë? Po, mjaftush. I vendosim kapakun dhe sa të marri vale lëm këtu këteta, pastaj e ulim dhe e qojmë ke 6.5. Ja. Filloj të marri val, vendosim kapakun dhe për 10 minuta domatja duhet të zjej, që tjetë e zjerë plotësisht. Më pas e shohim konsistencën e domates, është kthyer në lëng. Do t'i lëm pasaj, do t'i bashkojmë së bashku, do të vendosim mbi domatë. Unë do t'a hedh një finxhan kafeje ujë këtu, do hedh edhe copat e mishit, do t'i lë edhe një 15 minutë, mundësisht dhe 20. Ta shohim kohën, për të valuar gjithmonë jo në temperaturë maksimale, do t'a riske 7 pastaj. Në rregull. Ta lë që të zjej dhe në fund fare, në 5 minutë që në fundit, do të hedh ose borzilok me pudrat e shtypura, që do t'i shtyp tani, mund të hedh edhe pak fare spec pikant. Hedh pak spec pikant? Oj, atjetër. Mund të hedh që tani specin. Jep një shijet mrekullueshme. Afron shumë. Unë kam bërë këtu në emision një tavë me mish qingji me domate. Pa jo afron. Kjo recet. Vetëm ajo nuk e ka koriandrën, se ka borzilokun, edhe majdanozin ose majdanoz, njërën nga këto nuk e ka. Vetë se ka pak fare oriz. Ajo është speciale si gatim. Ashtu e do dhe mishi i qingjit. Po, unë e kam nga më të preferuarat e mia, do dhe një qik më shumë qep. Po domate kjo, sasin, do shta dhe një qik më shumë. Po. është një recet që shtë të them, përfundon në furr, edhe ka diçka të ngjashme, po kjo fillon dhe mbaron këtu në tenxhere. Perfekt. Mund të shoqërohet me një qik bukë të thekur, maksimumi kaq. Dhe pastaj pjesa tjetër. Është gjithë ajo salcë. Tani ku do të shtyp çik hudrat. Në rregull. Atëherë tik-tik është kryefjala e kësaj recete, siç e pat pul me domate dhe erza është titulli i recetes, të cilën ju do ta gjeni gjithashtu edhe në YouTube kur të përfundoj programi dhe e përfunduar si pjatë, pra e servirur në rrjetet sociale, siç bëjmë çdo ditë. Receta pra është me 1 kilogram mish pule dhe në këtë recetë sugjerohet kopsha, 2 qep mesatare, 2 thelpinj pudra, 800 gram domate, 1 spec të kuq, 2 lugë gjelle gjalp, 2 lugë gjelle vaj ulliri, 1 lugë gjelle salcë domate koncentrat, 1 lugë çaj piper të kuq, gjysmë lugë çaj koriandër e bluar dhe 1 grusht borzilok. Me këta përbërës përgatisni një drekë fantastike shumë të shijshme me pulën tik-tik. Arbri ka shkuar tek Fino. Ja të vida unë Arbër. Shumë faleminderit që je këtu, tek arsyeja jon për të buzëqeshur, se ndryshe asgjë nuk do të ishte e lehtë në kuzhinë. As për ne këtu që jemi në transmetim direkt dhe gjithçka duhet jetë në vendin e vet menjëherë, po as për ju në shtëpitë tuaja që padyshim jo vetëm që doni ta thjeshtoni për ditëshmërinë, po edhe të mbani pastër ambientin. Ndaj zgjidhni produkte të cilat janë cilësore, jetëgjatë dhe që ju japin rezultatin e dëshiruar, duke nisur kështu nga pecetat mikrofiber, qeskat e mbeturinave, apo qeskat që ruajnë ushqimet tuaja të freskëta në frigorifer, gatime të shijshme me letrat e aluminit apo letrat e pjekjes, sfungjerët e ndryshëm të cilët janë edhe ekologjik, përveç atyre që janë për të fërkuar ca më fort tavat edhe tenxheret, për shembull te tavat nëse keni harruar letrën e pjekjes, Fino. Kështu që nëse zgjidhni Fino, keni zgjedhur patyshim një brand të mirënjohur, shumë të suksesshëm dhe shumë cilësor. Arsye për të buzëqeshur në shtëpitë tuaja është Fino. Bashkohem te zonja Vjolca. Të tregoj një gjë interesante që lexova dje. Për një zonjë në Itali, e cila quhej Miriam, ishte diku te 67 vjeç në mos gaboj. Ajo shiste informacionet e fqinji. E kishte profesion mirëfilli. Spiune, thashë thebexhie, profesion më vete. Çfarë bënte? Gjatë gjithë kohës ajo mbante një blok dhe një stilolaps për shënime që të ishte precize e saktë. Dhe në fakt ishte shumë e zonja, me sa duket edhe për t'i kapur të gjitha. Ka pas dëgjim shumë të mirë, jo si puna ime që pyes 300 euro urdhro. Dhe
çdo gjë që i duhej atij fqinjit për interesat e tij, Po. kjo shkonte dhe shënonte, dëgjonte, merrte vesh, caktuet, sa atje shko, atje detektive e vogël, dhe arriti me të gjitha parat që kishte grumbulluar gjatë këtyre viteve, se ishte një punë që kishte zgjatur ca kohë, të blinte shtëpi. Pas ka qenë budalla fare ai. Edhe kjo qëndron. S'pas ka qenë Terezi fare. Kishte vënë këmbë me vetë. Kishte fjet mendjen tjetrit, le të thonë çfarë të duan. Varet çfarë interesi ka patur për këto përgjime, se nuk e specifikonte, por tregonte historinë e suksesit të kësaj zonjës, që ja kishte dalë me një punë të tillë, punë. Po e themi punë me që është paguar, që të arrinte të fitonte aq shumë, pra që të punë edhe pas ka kryer shumë mirë punën ajo. Shumë e sakt, ky ishte përshkrimi, po, ishte shumë e sakt në informacion. Në fakt, spihunët paguhen, mirë paguhen. Ama nuk ta mbushte mendjen fare. Ishte një zonjë të 67 vjeç tash, tipike e zakonshme, pak e shëndoshme, flokët kështu pak të kapura si rëmuj me një fustan me lule, te fotografia nuk ta jepte përshtypjen fare si një person që mund të ishte i punësuar për të vëzhguar. Po gjithë spihunët, përveç se mund të jenë paguar, do paguajnë një ditë edhe nga Zoti veç. Kështu që besoj se diku do kthehet më ligji i karmës. Nëse kanë ka 5 minuta që po gatuhet pjesa e salsës. Tani unë do desha që ta shfrytëzoja edhe minutazhin e lëm dhe 2 minuta, pastaj ta vendosim të paktën jo 10, po ta vë 7. Të qëndrojmë edhe pak, mos shkojmë, po, mi zonjë Vjota, patjetër. Se më leverdis më tepër. Edhe unë përfitoj nga ky rast, vazhdoj me një dy kam vendosur unë, kam ngrirë pak borzilok edhe hudrën, që do t'ja hedh në 5 minutë në fundit. Do me thënë, mbasi të vë pulën, të ri pula, unë do t'a lë pulën deri 5 minutat e fundit pjesës dytë, atëherë do t'a largoj, do t'i hedh vetëm këtë që t'i japi një aromë të mrekullueshme. Dhe të gjithë përbërësit edhe një çik piper të zi. E shpullës? Jo, do t'a hedh aty brenda bash. Kripën ja kam hedhur dhe gjithë shka këtu përfundoj, përbërësit të gjithë janë në tenxhere. Gati, edhe pak dhe përfundojmë për t'i dhënë kohën pjesën e dytë të gatimit pulës tik-tik. Se nuk duhet t'i hedh një filxhan ujë, po jo që tani, do dhe një qik. Tani, sigurisht këto copzat e domates do treten më vonë, po paka shumë ka filluar të kthejt në gjendje të lëngshme. Po t'i vendosë edhe pulën, duke qenë kaq e trash, si salsë, dhe për të konsumuar është goxha e trash, kështu që hiç gjysmë gote ujë do t'ja vendosim, se dhe lëngjet e pulës do dalin këtu. Shiko, kanë filluar të dalin që tani në pjatë, se nuk është gatuar plotësisht. Në recetën e dytë kemi pjadina të mbushura me krembiçe pule dhe djathë. Një mëngjes për fëmijët që mund t'i marrin dhe kam zgjedhur krembiçe pule, që mund t'i konsumoj gjithkush. Do t'i vendos me një qik djathë, djathin ndaq të grirë, ndaq ashu, djathë tosti. Unë i kam të dyja, do t'i vendos që të dyja. Shumë mirë do bëjmë. Ka pak të dyja. Perfekt. Kjo do t'jetë receta e dytë që ju do të ndihni pas pak në transmetim direkt. Ne do të mbetemi edhe për pak minuta këtu me recetën e parë që të shtojmë edhe copat e pulës tik-tik tek tenxheria, që t'i lëm pastaj kohën që të zjej dhe të mundemi që ta tregojmë thuajse të gjithë recetën të përfunduar. Ndërkohë do të ndalem pak tek pema, që është vaj ullirit që ne kemi në tryez, është vaj ullirit që na ka pëlqyer pafund dhe besoj edhe të gjithë ju ja keni shijuar, e keni provuar dhe bini dakord se është vërtet shumë i mirë duke qenë mbi të gjitha shqiptarët. Është nga ullishtet e jugut, keni vaj ulliri ekstra të virgjër, vaj ulliri të virgjër dhe të përzier nga Pema Olive Oil. Super! Dal nga dal do të vazhdojmë me recetën për ta përfunduar me tik-tik dhe më thonë që mund të bëjmë edhe ndonjë kafe nëse duan ndonjëri prej jush apo të ftuarit teksa po vinë dhe po bëhen gati për temën e sotme. Ja, gjysmë gote po hedh. Një thashon, jo 2. Gjysmë gote po hedh zonja Vjolca, keni mendjen sim? Gjysmë gote me ujë. E rris pak temperaturën tani që u bë pjesa e lëngshme më tepër. Edhe do vendos mishin. Duan 2 kafe, jo 1. Por themun, nuk duhet ta bëjmë këtë pyetjen që kush do kafe.
Okej, të marrë filxanët. Do marrë të kuqen. Shumë mirë, intenson. Ja, ku e kam. Këtë zgjodhen nga regjia sa i përket llojeve që ka Ama Kafe të kapsulave. Hedh edhe pak fare piper të zi. Piperin, okej, sorry. Po, qëndrojmë te piperi. Ja, vetëm piperin hodha, ato që kishte pruar. Dhe ta e lë që të zjej. Unë do ta lë 20 minuta. Kapaku. Dhe jo ke 9, si që është tani, po ke 7. Ja. Shumë mirë. 15 minuta thamë tani, a? 15 deri në 20. E kemi në dorë vetë, e shohim. Në rregull. Marrim kapsulat me një herë me Ama Kafe. Kështu. E gjeni në shop.amakafe.com, ju kam thënë, online e gjeni kështu. Në Instagram, po, një tjetër opcion. Dhe në blog Ama Kafe Butik. Aromë dhe përvojë fantastike kur shijoni një Ama Kafe kremoze dhe me intensitetin pra fortësinë që ju preferoni, pasi i keni në dispozicion të gjitha llojet e kapsulave, madje edhe ato që janë me një origjinë të vetme, etiopiane, braziliane dhe indiane. Ja ku është gati, një kafe mrekullueshme, si kjo e Ama Kafe. Shijojeni dhe ju, bëjeni tuajën. Ju thash online, është një formë që ju edhe të shihni vetë, çmimet, produktet që ofrohen shop.amakafe.com. Qa do, Arbit? Mirëmëngjes, Arbit. Tani zgjohesh më mirë dhe do na këndoni tani, besoj, se edhe me kafen e nevojshme që ti hapni syçkat edhe të nisni ditën mbar. Atëherë shkojmë në publicitet? Shkojmë. Dhe bëhemi gati për Pra na ka pjadinë. mbetur vetëm borziloku dhe hudhra. hudhrat që do hedhim në fund fare. Pas pak, vazhdoni që ndroni me ne, publicitet, do t'jemi me pjadine me fix, ishin në kremvice, pule ato që do t'jenë, djath dhe me kuicin e Ovital. Pas pak. Rikthehemi në shije shtëpie në transmetimin ton direkt. Faleminderit shumë që po na ndiqni. Në recetën e parë kemi sjell me tik-tik, një recetë shumë të mirë me domate dhe qep, e gjitha e aromatizuar me shumë erëza të cilat kanë bërë një punë të shkëlqyer për të sjellë një shije të mrekullueshme në pjatë. Ne do t'i rikthehemi pak më vonë recetës me shkrim, meqense po presim përfundimin e minutazhit që donte për të zier, për të vluar. Ndërkohë do të bëhemi gati për recetën tjetër. Do të jetë me pjadine dhe me produktin shumë të mirë, shumë të shijshëm, Fix. Do t'jemi me kremvice pule nga shporta Fix dhe do të shohim bashkë me një herë, të shohim recetën tani, zonja Vjolca? E shohim. Dhe më pas hidhemi tek përgatitja. Atëherë 3-4 peta pjadine do të bëni gati për këtë recetë, 3-4 kremvice pule Fix, 150 gram djath mozzarella që është djath pice, 3 kokra vezë, krip piper të zi, piper të kuq dhe 2 lugë gjelle majdanoz të grirë holl. Kështu do ta gatuajmë këtë recetë me këta përbërës, bëjeni gati dhe nisim nga puna të shohim se si. Po, fillimisht këtu 3 kokra vezë. Ovital. Do t'i hedhim në këtë tasin. Unë do jetë 4 se mund të bëj çik më shumë. 2. 3. Ja dhe një 4. Shife? Sikur i ke vënë vizoren. Njëra më e bukur se tjetra. Me ngjyrë shumë të bukur, po. Gjithmonë të freskëta, gjithmonë të mira. Shumë bukur. Do të hetë shumë fare pak krip këtu. Do të hetë pak piper të zi. Do të hetë piper të kuq. Jo shumë. Mjafton. Dhe do t'i përzej të gjitha së bashku.
Që është për të bërë një mëngjes për ato vogluçët kur na ikim të shkollë. Pse jo, dhe ne mund të konsumoj? Sigurisht. Kemi një pako me kremviçe pule të kompanisë Fix. Është një produkt shumë i freskët. Mbasi konsumohet edhe shumë edhe në treg. Ka pas raste që unë kam shkuar ke stendina dhe në moment ka karroca që ta mbushi prapë se s'ka patur. Ja, po nxjerrim 4, po nxjerrim 5 njërë. Vendosim pakon prapë. Këtu. Marrim një nga këto petat e pjadinit. I heqim këto ekstremet e këtyre. E pastrojmë nga këto fije anësore. Edhe këta. Pastaj, këtë e lini gjatësinë sa të dëshironi ju. Ti filloj të hap të gjitha tani apo? Po, Njërës më prish forma kësaj të parës pak. s'ka problem, forma do shkriti, Po, më bënë të... mos u shqetëso fare për forma. Këtë e bëj që të ngjitet djathi. Ma jep një? Këtë hape? Po. Dhe apres edhe këto pjesët këtu anash. Duhet tjetër? Po, ma lërë këtu me letër. Do ta rrotullojmë. Pra. Rceu djathi. Jo, s'ka problem, mund tjetë edhe copza, nuk është mos u shqetëso për atë punë. E ndezim këtu vaj, që të ngrohet, e lëm këtu gati këta. Marrim një tjetër. Pra do ta përdorim vezën për ta lyer, ëh? Po, Fillimisht. edhe nga jashtë. Okej. Dhe do bëtë shumë e shishme. Me shumë fare pak gjë. Me Fix, kremviçe pule Fix, një mënyrë tjetër për ta shijuar mëngjesin tuaj. Me këtë produkt shumë të mirë në fakt. Kremviçet e pulës janë shumë të pëlqyera, por jo vetëm. Ka edhe prosciuta të ndryshme të cilat mund t'i merrni edhe sa feta të doni ju në markete, përveç ato që janë me paketime, ndonjëherë të kombinuara edhe me djathin, keni peperonit, keni suxhukun shumë të mirë, si që moti që për mua është numri 1 tek Fix. Që dhe mund të gatuhen ato, ha? Me ato mund të bësh patatet, mund të bësh receta pa fund. receta nga më të ndryshme, groshët. Ja. Duhet gjithmonë gërshëra për këtë qese. A thua se po bëjnë? Sa kollaj që bën këto? Po, vetëm qeset e këtyre nuk hapen kollaj. Si? Vetëm qeset e këtyre djathrave nuk hapen kollaj. Më shpejt bëhet receta. Se është zbutur djathi, se po t'ishe Hap qesen. i ftohtë. Okej. Katerina, ti bën punë shumë të vështira për mua. Po, zonja Vjollca, sinqerisht. Janë shumë precize.
Unë ta di, për shumë faleminderit. Qëndisje, Hazur, që do t'i numërosh fijet. Edhe pa, kemi dhe kuicin e Ovital pas pakën, do të luaj me një recet të javës së kaluar, shumë të thjesht, një recet që doli shumë e bukur vizualisht, dhe vezët dukeshin shumë bukur në këtë recet, nuk di se t'ju ndihmoj për momentin, po kur të dëgjoni pyetjen e sigurt që do ta gjeni. Tani filloj vendosim këto. I lyejmë këtu, mire. Dhe gjithmonë i vëm mbylljen nga poshtë. Ka fillu vaj. Në rregull. Edhe 3 të tjera janë gati. Mjafton. Shpëtove. Mbarova? Do marrësh një kapse, po mbarove. Po. Dhe do merresh vetëm me këtë punë duke i kthyer këto, që mos të na digjen. Thash se të veza që janë të hapura akoma. Ti rrotulloj të dalë fiksi. Prit, ja sa të kapet të qek. Prit. Duhet rrotulloj gjë këtu tani? Ja. Apo e shfillimi akoma? Shfillimi, le edhe pak. Shumë mirë, ja, po gatuan. Po skuqen mirë. Edhe 1 minutë këtë të parën mund të shohësh, pastaj ato të tjerat janë më pak. Më jep ty vetëm më e pa të pjatën? Po. Të ke gati bërë. Shkoj, zonja Vjellca? Jo, do zverdhur akoma. Do zverdhur mirë. Falni. Kam frikë se mos e shpoj me këtë kapsë. Mirë, lej. Jo, e bëj, thjesht po e bëja nga dalë që mos ta shpoj, ndoshta e prish formën. Po. Se di, e që është metalike. Shumë e thjesht ishte, pjadine, krem vichet fix, djath. I bëjmë kështu në formë kanelonesh, a? Që mos të heqim radhën që këto duan kthyer më kollaj, më përpara. Këtu ta shohim apo? Çoj ke 7 atë. Po tani? Po, tani ashtu duhet jetë. Shikon sa të bukura bën? Shumë e mirë. Dhe nxjerrim një pjatë nga ato të gjata që kemi aty poshtë. Po. Ta lëj edhe këtu, ta bëj gati. Pak fare, ajo. Dhe janë gati. Raqëra ajo brenda. Ka njërë këtu. Po, provoj ta rrotulloj prapë, të? Po, shumë mirë. Shiko sa ngjyrë të artë bukur kanë marrë. Këto dhe mund mos hiqen, po unë i heq që estetikisht janë bukur. Dali bukur, po. Po. Dhe kanë dalë shumë të bukura dhe duhet jenë shumë të mira. Po, ashtu janë. Të lumshin duart. Shumë pak ka kjo, e lëm atëherë. Zonja Vjellca, më duket se kjo është gati. Gati. Po e heq. Ta vë direkt këtu? Po. Edhe kjo është gati. Shumë mirë, ja. Më thonë që jemi në fund. Po, shumë mirë, ja s'po bëjmë më. Okej. Kjo që kanë dhirë që kësi shumë. Ishte e para fare.
Do ta Edhe lë Katerina Vjollca? si ta fshej fare. Po ishte e para që të bëja unë. Jo, s'ka problem, shumë E mirë mori është më bërë. shpejt. Shumë mirë është bërë. Po e lë këtu. Zonja Vjollca, po vazhdoj pak me Ovitalin. Unë këtu shpejt Mirë, e në shpejt se rregull. jemi në fund. Quizi për Ovital. Shumë mirë. Atëherë, ju nëse gjeni përgjigjen e saktë, fitoni me njëherë të gjitha këto kutit këtu. Pra 2 kuti me nga 15 vestë kuqe, 2 kuti me nga 15 vestë bardha, 2 me nga 10 kuqe, 2 me nga 10 bardha dhe 2 me nga 8 kokra. Nga Ovital, super të freskëta, rëndësi ka që t'i merrni sa më shpejt jetë mundur brenda javës. Tani shkojmë me njëherë tek telefonata nëse është gati. Alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Ma thuaj pak e... Si jeni? Mirë, faleminderit. Jam Ana. Ana nga? Elbasani. Ana nga Elbasani. Ana Ballakumeve. Po. Nuk harrohesh më. Ja. Do të quajmë Ana e Ballakumeve. Po. Mirë se erdhe, dash. Mirë se ju gjeta. Atëherë, luaj me një recetë në të cilën kemi vezët Ovital padyshim, po shumë të dukshme në pamje tek receta përfundimtare dhe e gatuar me një perime të gjelbër Pa. në formën e një foleje për vezën. Cila ishte kjo perime? Ishte brokoli me vezë. Brokoli me vezët Ovital. Përgjigja është saktë, është nëse do të keni parasysh recetën përfundimtare apo foton, brokoli rumbullake dhe e verdha e vezës Ovital e dukshme në mes. Ana, të lutem paraqitu brenda kësaj jave. Mirë? Pa, falemderit shumë. Të falenderojmë ne ty. Jeni shumë të mira. Dhe ti je shumë e mirë. Faleminderit që na more, faleminderit që na ndjek. Do vazhdoj tani me zonjën Vjollca këtu, të përshëndetemi dal nga dal, sepse recetat janë në fund. Mund ta bëjmë edhe kështu, që ta mbyll këtu programin. Po. Edhe që mos të mbas Edhe kjo kohë. është gati. Dhe t'ju ftoj t'i shihni recetat edhe në rrjetet sociale. E heqim këtë. Të lumshin duart. Tani na duhet një pjatë. Ja, prit edhe pak fare kështu dun këto. Si për Majdanos në fund për t'u freskuar. Dhe i servirim. kaq ishte. Po, kaq. Ta vë aty tek vezët Ovital? Po. Ja, një moment që lutem. Tani ta përfundoj dhe recetën tjetër. Të lutem, do më sjellësh një pjatë, Po. që është gati. Po marrë nga ato të bardhat e komoditës. Po. Tani do të hedhim këtu në fund fare për të lënë aromën që të mbetet. Shife, në moment që ka dalë yndyra në sipërfaqe, gjithçka këtu përfundon. Hedhim dhe borzilokun me hudhrën. Atë qa arome që i dha. Dhe këtu përfundon gjithçka. E fikim. I kemi dhënë kohë mjaftueshëm. Tani e servirim. Dhe kjo e fundit është gati, e fikim pak. E fikim pak. Të zonja Vjollca, ta vënë një pjatë më vete on? Mirë, vërë. Mos prish dekorin atje? Okej. Po marrë këtu. Iku. Se kjo me ndyrë është. Ma e këtë. 2 receta shumë të Sopat e mira. mishit Duhet rehat. i garush dhe për këtë e more vetë. Në rregull. Do më dherë një të trash kofshe, edhe një kofsh të bukur, kush është më e bukura. Këto pra ishin recetat, 2 recetat shumë të shijshme që solli zonja Vjollca sot drejt për drejt në shije shtëpie. Shijojeni, provojeni, na tregoni se si ju rezultuan edhe juve. Patjetër që janë shumë të mira dhe mendoj se do të jenë receta që ju do t'i provoni, t'i gatuani. Dhe kështu e servirur dhe pjata e fundit Mendoj që mjaftueshëm është. nga receta e parë, ja u bë dhe kjo punë. Të lumshin duart zonja Vjollca, si çdo ditë që bën gjëra shumë të mira. Dhe tani takohemi nesër. Edhe juve ju bëft mirë. Dhe këto ishin. Aromat e gjitha i ka brenda, nuk është nevoja. Është një thash që në fillim, që me një qik buk të thekur dhe me një lugë, ju do të
knaqem. Do fshirë kjo pjata një qik fare këtu. Nesër jemi përsëri me zonjën Vjolca këtu në shi e shtëpie për recetat tjera, ndërkohë pas pak do t'jem me të ftuarit ku do të flasim për Adoleshent, seriali i cili ka bërë namin kudo, duke vënë në dukje në fakt se të gjithë kemi një problematik të përbashkët ose disa problematika të përbashkëta për rritjen e fëmijëve. Vazhdoni që ndronë me ne, zonja Vjolca, faleminderit. Bashkë mirupafshim. Edhe bashkë mirupafshim. Pas pak, takohemi përsëri. Rikthehemi për të zhvilluar temën e ditës sotme, ju prezantoj me njëherë me të ftuarit. Jemi me Santana Çomorën, mirë se erdhe, faleminderit shumë. Vjoj me Eksena Qirici, faleminderit. Migen Qiraxhi, faleminderit që je këtu dhe Deada Hyka, faleminderit. Mirëmëngjes Agida, flasim sot për një serial që të gjithë e keni parë dhe ashtu siç është vënë re gjatë këtyre ditëve, Adoleshenca ka bërë namin në rrjetet sociale. Ka bërë namin, ka tronditur prindrit, jo vetëm prindrit, gjithë ata që e kanë parë, ka një lumë komentesh dhe mendimesh të cilat jepen në mediat sociale për mënyrën se si e kanë parë ata këtë miniserial dhe gjithë llojet e mesazheve të ndryshme që paka shumë janë në çdo skenë, do thosha. Një gjë shumë interesante në serial është shumë mënyra e nxjerrimit, e cila është vetëm me një video me teknikën one shot dhe ty të duket sikur je gjithmonë pas shpinës së tyre, pas shpinës së një familje që duket në pamje të parë krejt normale në Angli, por që në fakt ka shumë turbullira dhe trazira rrugës. Ne do ta shohim edhe përmes një inserti më njëherë për të krijuar ju ide, nëse nuk e keni ndjekur këtë serial me 4 seri dhe duke u familiarizuar shkurtimisht me ato që ne kemi përgatitur, do të zhvillojmë më pas edhe bisedën këtu. A e keni menduar dhe ju këtë kur e keni parë serialin, Deada? Mund të na ndodhë edhe neve një gjë e tillë? Mund ta gjesh afër teje një situatë të tillë? Mendoj se po. Dhe ka pasur raste në shoqëri që kemi dëgjuar. Nuk është se është një rast i panjohur, le them edhe për shoqërinë shqiptare. Pra gjithmonë ka një prind këtë gjendjen e alertit në shoqërinë e sotme? Nëse unë mendoj që ky serial gjëja e parë që bën, të paktën në raportin ton, pra të prindërve, na zgjon sepse na thot nëse mendoni që njihni fëmijën tuaj, atëherë mendoni përsëri. Një ndër mesazhet më të forta që jep, sepse në fund të fundit fëmia në ditët e sotme në shoqërinë moderne nuk është produkt vetëm i familjes. Është një produkt i shoqërisë, i shkollës, i rrjeteve sociale, sepse po rriten, lindin me rrjetet sociale tashmë adoleshentët sotme apo edhe fëmijët. Kështu që këtë produkt sa njohim. Santana gjithashtu është e lidhur edhe me Anglinë. Kështu që është e njëjta panoramë. Është e njëjta gjë. Po është pak e çuditshme që është po e njëjta panoramë edhe për shoqërinë shqiptare, dukshëm globale kjo çështje. Është globale. Mendoj që adoleshenti sotëm është i njëjtë në të gjitha kulturat në të cilat rritet, jeton dhe mundohet të integrohet në shoqëri. Normalisht aty kemi të bëjmë me një shkollë shtetërore. Të mbetemi qartë, sigurisht që rregulla ka, por gjithë atmosfera që krijohet brenda në shkollë në episodin e dytë, mos gaboj, është pothuajse e njëjtë. Dhe nëse pyetja qëndron përsëri a të trëm kjo situatë dhe ndodh, po, në momentin që doli seriali, unë e lidha me ngjarjen e Fenolit. Dhe pa e parente, do me thoni trëmbesha faktit për të parë se si mund të ishte zhvilluar ky serial. Dhe mendoj që seriali aty nuk ka vetëm një viktim. Seriali ka më shumë se një viktim, që sot neve kemi një endek shumë të madh për komunikuar me fëmijën. Sa duhet që unë përpiqem dhe unë kam një fëmijë tjetër i cili ka një diferencë moshe nga tjetri, mendoj që unë e kam 13 fiks. Është komplet ndryshe. Do më thënë janë gjenerata të cilat rriten me të tjera gjëra. Pra rritja i idealit më të madh me më të vogël? Shumë. Dhe kjo pjesë, sepse nëse prindit tanë kanë pasur një mundësi shumë të madhe komunikimit të drejt për drejt me neve, ne nuk kemi më mundësi të kemi këtë. Sado që unë përpiqem, ka rregulla në shtëpi, është ajo bota virtuale që unë si njohëse për shkak dhe të punës mund të di shumë mirë se çfarë është Instagrami, çfarë është TikToku apo por ka prindër të cilët nuk e njohin fare. Domethënë aty flitej për një bashkësi apo incel ku fliteshin të gjitha dhe emojit ishin shumë të rëndësishme, ndërkohë që komisari i policisë në jetën e tij kishte përdorur vetëm një zemër të kuqe, aty flitej për zemra jeshile, që hapeshin rrugët e komunikimit.
ka shumë momente, seriali që për mua janë goditse dhe vërtet nga shëryese për çdo prind. Por ai momenti që mua vërtet përveç prindit më mbeti në mendje është finalja me psikologen. Ai kërkoi me domosdoshmëri të jashtëzakonshme pranimin e saj. A jam unë i mirë para syve të saj? Në më thënë, ishte një moment që a i kërkonte vetë-vetën dhe a i është në kërkim, sigurisht është 13 vjeçar, a i edhe me vetën e tia nuk e ka menduar që ka bërë. Nuk është akoma i qartë, nështë edhe psikologja mund na orientoj më shumë, por nuk është i qartë për veprimin që ka kryer. Dhe e gjitha kjo ishte mos pranimi. Do më thënë, adoleshenti i sotëm është më i pranuar nga lajket, nga komentet, duhet të jetë shumë popullor, sepse aty thoshen gjithmonë, famous, duhet të jesh sa më i famos në shkollë, dhe edhe dialogu që bëri i biri i komisarit, apo i shefit policisë me të ishte pikërisht kjo gjëja, e është e rëndësishme të jesh kaq famos, kaq i njohur në ambientet e shkollës. Pastaj ambienti i shkollës është vërtet i frikshëm, sepse në disa momente aty vjen re që thyen rregullat, injorohet personi përpara të cilit të je. I flitet mësuesi, ai fillon të tallet, të bëj shaka. Ka momente, do të thënë, më duket sikur përveç gjithë mentalitetit shqiptar, që është, po t'i futemi kësaj është temë vete, por që pjesa tjetër më duket vërtet adoleshenti i ditëve të sotme. Unë e vërre dhe me vetë me fëmijën time, ka momente që kur unë i them që stop një gjë, është akoma të bota virtuale, ndonjëa 2 minuta të shkëputet nga ndeja, të marri vetën dhe të kthehet në realitet dhe pastaj filloj të flasi. Shumë e vështirë kjo pjesa, nuk e di, dhe me thonë, lexojmë, dëgjojmë, themi që do praktikojmë të gjë, por është shumë. Mua më duket sikur ndonjëherë sado që jemi të përgatitur, në thonjza nuk jam e përgatitur. E pe me djalin këtë serial Santa? E mora, ose ka parë diçka, e diskutuat bashkë? E diskutova, por më duket se nuk e kishte parë ende. Jo, nuk e ka parë. Do me thonë deri tani nuk e ka parë. Ai tjetëri e ka parë, po ka kaluar ca faza dhe mendoj që nuk është më i rritur. Ai ishte psikolog klinik, kështu që nuk është se nuk i duhet tash për ta studiuar veten e tij për të kuptuar gjërat, po jo që po realiteti është ajo shkolla që ne shikojmë. Të gjitha marrëdhëniet si në presion më duken edhe në bazë të këtij seriali. Pra qoftë marrëdhënia e prindit me fëmijën, prindrit tërkohën në presionin a jam unë një prind i mirë apo e kryej prindërimin si duhet, të gjesh atë përgjigjen e pikpyetjes madhe ku kam gabuar, përpara një situate të tillë, siç është në rastin e filmit, është tragjedi shumë e madhe dhe ndoshta e paimagjinueshme për asnjë prind që fëmia të përfundojë në një situatë të tillë. Po duhet jenë edhe të gjitha këto pikpyetjet kush e ka fajin? Kontrasti, unë kam bërë çdo gjë mirë. Po, kontrasti në këtë rast është që pikpyetjet u ngritën në rastet kur ndodhe ngjarja. Nuk ngritën asnjë moment më përpara. Dhe aty shfaqet nëpërmjet disa skenave. E para kur djali rrëfet psikologës, që modeli prindërimit, së pari do të thënë, është vënë theksit të modeli prindërimit të babait ndaj djalit. Në asnjë moment nuk u prek mamaja. Dhe ajo ishte totalisht e qëllimshme. Pse? Për të parë çfarë modeli maskuliteti është rritur djali. Pra, edhe në pyetjen që psikologja bëri, që çfarë marrëdhënie ke me babain, përgjigjja e djalit ishte menjëhershme, nuk më ka rrahur asnjëherë, nuk ka ushtruar dhunë, që në vetvete jep një mesazh, jep një, le themi, një aspekt të marrëdhënies, por ka dhe shumë të tjera. Familja është e shëndetshme. Ka dhe shumë të tjera brenda kësaj. Kjo pjesa e marrëdhënies me babain jepet edhe në shumë momente të tjera. Jepet në momentin që babai punonte dhe punonte fort për të mbajtur familjen, por punonte me orë të gjata, pra ishte i papranishëm fizikisht në shtëpi. Jepet në momentin që babai donte shumë që djali, pra modeli i gjinisë mashkullore që ai donte të jepte, ishte i sportit, i futbollit, dhe pa që në gjitha këto momente që ai kishte dashur të rriste të birin, pra me këtë modelin e maskulitetit, nuk e kishte arritur. Dhe edhe ky është një element shumë i rëndësishëm, si në marrëdhënien me prindrit, pra që lidhet me pjesën e pikpyetjeve që i bëri në fund, është e tepërt, domethënë momenti kur u bën pikpyetjet gjithçka kishte mbaruar. Jamie kishte shfaqur elementet e kreativitetit, një lloj aktiviteti që nuk ishte pranuar nga familja e tij. Dhe kjo gjë do të thënë, pse? Ai pëlqente të vizatonte, ai pëlqente këtë botën e artit. Jo, ai ishte shtyr gjatë gjithë kohës te pjesa e futbollit, e sporteve etj. Gjë që nuk e kishte arritur dhe për të dhe për babain. Kishte qenë një shkëputje, një krisje në marrëdhënien e tyre, pse babai ishte turpëruar
nga një djali cili nuk pëlqente asgjë që ai e quante Pra duhet jenë gjëra djemsh. Gjëra djemsh, pikërisht dhe djali çfarë gjeti, atë validimin që i kërkonte, që i kërkonte nga prindri, kërkonte nga shoqëria, kërkonte nga psikologja, ai e gjeti vetëm në atë kompjuterin, që ju ble dhe prindrit ishte shumë të lumtur. Pse prindrit për shembull nuk ngritën çështjen që çfarë bën fëmija im në kompjuter gjithë kohës. Në një skenë jepej, baba i thonte, pash dritën e ndezur të djalit tim në orën 1 të natës dhe vetëm gjë që tha ishte nesër ke shkollë. Pra nuk u morën me thelbin e gjës, pse djali që ndronte deri në orën 1 të natës përpara kompjuterit. Dhe në këtë rast, domethënë është një lloj këmban alarmi edhe ne si prindër në shoqërinë tonë shqiptare, që nuk është e nevojshme ose nuk është e mjaftueshme më saktë të themi lëre atë telefon. Jo, duhet gjetur instrumentat e para pse fëmijët lëndrojnë kaq shumë në internet. E dyta, cilat janë instrumentet që neve të menaxhojmë lundrimin e tyre në internet, ajo fija të rishje mos e put, pra edhe pak privatësi, se është mosh pak e vështirë, unë jam mamaj fëmijëve më të vegjël se Santa në rastin konkret, dhe jam e sigur do me thënë që për një fëmijë 13 vjeçar, ato fijet e, po, shumë e vështirë, do me thënë se duhet lejuar dhe pak privatësi e tyre, për njëkohësisht duhet patur dhe instrumenta kontrole. Por ama, kur e shikon tani pas ngjarjes, të duken sikur veprimet e babait kanë qenë kaq shumë të rëndësishme në rritjen e fëmijës, se mbase po ta shikojë në një situatë që ai fëmijë do vazhdonte të ishte në shkollë, do dukeshin normale. Një lloj forme. Ai ishte një baba që punonte nga ora 6 deri në 8 darkës, ishte shef që zuni vetë bëj basketbollist, dhe të merrej me gjëra të çunash. S'ka asgjë të keqe. Nuk është se kishte, domethënë, me thënë drejtën. Kur i shikon nga pas, mbase mund të jetë. Po ta shikoja që të merre me një gjë aktivitet sportiv. Nuk ka rëndësi se çfarë aktiviteti sportive apo fizik do mere. Thjesht të mere, po deri këtu, ndoshta jati ka prirje. Kemi raste konkrete plot që një baba, për shumë si David Beckham, ka këmbgullu vazhdimisht që i biri të bëjë sportist, të s'ka asgjë të keqe. Jo, është e vërtet, po në këtë rast presioni që i është ushtruar, për shumë unë jam e sigurt që një pjesë e mirë e prindërve, në rast se do vini në re që djali, për shembull, ka një prirje në vizatim ose diku tjetër, është detyra jone e prindërve ta embrace, domethënë ta mbështesim aty ku ata shfaqin dëshirat e tyre. Dhe këtu doja ta lidhem me diçka, ishte një analizë psikologjike bërë nga një psikologe shumë e njohur në Britani që thonte jepte thelbin, jepte theksin te pjesa e kreativitetit. Nëse një fëmijë merret me një fushë kreative, thonte, dhe mbështetet nga prindrit e tyre, nuk është e nevojshme, domethënë nuk shkojmë në rezultatin final që seriali e shfaqi. Pra, çfarë do të kishte ndodhur në jetën e Xhamit në rast se prindrit do të kishin thënë, po, ne të pranojmë kështu siç je, sepse ky ishte problemi më i madh. Ai nuk ishte i pranuar. Në duke, po ai nuk ishte i pranuar. Nuk duke sikur nuk ishte i pranuar. Ishte i dëgjuar mjaftueshëm. Nuk ishte i dëgjuar mjaftueshëm. Kam përshtypjen që ne kemi rënë në një kurth të madh të regjisorit edhe atë çka ata donin na ofronin. Domethënë ne po ta vije re, ata që e kanë krijuar këtë serial thonin që ne donim që prindrit i vinim në pozitën po sikur atyre t'ju kishte ndodhur kjo. Dhe më duket një hile e madhe në kuptimin që po, aje e arriti. Do me thënë, unë para se të shikoj një serial, shikoj trailin. Do me thënë, shikoj një hyrje, aja është e vlefshme për ato gjërat që kam unë interes. Dhe për ishtë se vërtet është kur prash trailin, më duk shumë i mërzitshëm, më duk një gjë banale. Mirë po, me ftesën e bashkëshortes time, duhet parë se është bërë viral, e kam parë gjithë që po bëhet nami, pash një dy njoftime në për BBC, thash po për çfarë po ndodh. Burin arrit ata Edhe hajde ula. Aty kur ula, aty e kuptova që po përjetoja gjithë sikletin, po sikur të kisha qenë edhe unë. Megjithëse gjatë gjithë kohës, filmi nuk ishte në parametrat që unë do doja. Ajo duke që ishte një film me buxhet të ulët. Okej, dialogu ishte intensiv, drama ishte e qëllimshme tillë. Nuk po e kritikoj në kuptimin, po them që nuk ishte në atë çka unë do doja të isha përballë një filmi. Dhe dilema më e madhe që unë mendoj që nëse duhet të bësh një mision në shoqëri ishte që ne po flasim të gjithë tani sepse ne pam një film të pambaruar.
Pra ne po diskutojmë për përfundimin. Ka përshtypjen se disa mesazhe në të cilat ne do gjendemi domosdoshmërisht në most, ky fundi fatal, larg qoftë, po do kesh problemin e bullizmit në online, do kesh problemin e seksualitetit që e shfaqin që në moshë hershme dhe ca e pranojnë, ca nuk e pranojnë, duhet jesh kështu e duhet jesh që do ta diskutojmë pas pak. Do kesh probleme me mësuesin. Aty kisha të bëje me një ngjarje kriminale. Dhe filmi fillonte duke shpërthyer dyer policët, kapur djalin dhe ti mendoje, ore unë jam në shtëpi tani ata po flen mua, po flin dhe çuni, tash po hyj policia po merr. Domethënë ti e përjetoje sepse drama ishte e madhe dhe ngjarja ishte shumë e madhe. Mirë, po ne tani gjithë nisim premisën që ai është fajtor. Po sikur le të themi filmi vazhdonte dhe nuk ishte ai fajtor. Domethënë gjitha këto diskutimet bien pastaj. Po jo, nuk bien është. Ose jo nuk bien. Jo, e kam fjalën. Bien për ta konsideruar atë kriminal pas sjelljes që ai bënte gjatë ditës, nëse nuk do kishte bërë krim, nuk do ishin sjelljet që të çojnë te krimi. Po pra. Nuk do, ne po bëjmë ngjarjen, ne po e bëjmë ngjarjen tani që sjelljet e vogla po e prezumojmë që ka marrë te krimi. Tani sjellje të tilla në shoqërinë shqiptare, kam ndenjë rrum deri në 12 luaja kur isha deri në 1 deri në 2 e gdhia duke luajtur kompjuter, më kupton? Dakord, luaje. Kaq bënte papai që unë mendoj që është i mrekullueshëm. Po nuk ishte pre i një komuniteti online, nuk po normalisht ndoshta të kanë shenjestruar. Tani komuniteti është më agresiv dhe sjellja është e njëjtë, po mjetet ndryshojnë. Kur kemi qenë ne adoleshent, kanë qenë gjëra të tjera, por kanë qenë në të njëjtat doza agresiviteti dhe mbathje. Po dhe në Tiranë ndodhi 15 vjeçari që u godit me thik. Është e njëjta. Tani shiketohet shumë herë më kollaj, është shumë e lehtë, je tërkohën. Ne duhet të ndajmë. Ne paktën festoheshim. Ngjashmëria në shembullin që e dhash për atë në Tiranë është fakti që lindi nga online. Pra që është pak a shumë me njëjta gjë, vetëm që nuk ka elementin e misogjenisë në mes, domethënë. Po, ajo që bëjmë ne është që këtu kemi një ngjarje kriminale dhe për shkak se e ka lënë në mes, duket si këto ngjarjet e Spakut që ne bëhemi tër prokuror dhe tër avokat, më kupton? Po, ishte qëllimi serialit. Sepse kemi dëshirën për të futur shtell. Absolutisht që jo, nuk është se ne duam të mbetemi thellë tek filmi në kuptimin të zbulojmë ne çfarë do ndodh me personazhet ose çfarë do ndodhte. Ai si film ka prekur disa tematika që në fund të ditës ti i gjen pjesë të jetës tënde, domosdoshmërisht dhe ti thua prit një sekond, po reflektoj pak më mirë. Vërtet duhet jem kaq e vëmendshme tek koha e lirë e fëmijës tim, ose ta diun se çfarë thuhet online, ose vërtet adoleshentët janë bërë të tillë që nuk din nga ta godasin tjetrin. Kjo, domethënë, unë doja ta kapja në dy skema. Një që ishte pse u ftuam ne në këtë debat, dhe unë mendoj që kjo është analiza. Tani, a është problematike adoleshenca? Sigurisht që një mikesha ime thotë ty të sëmuret çuni se e ketë vogël dhe ti e di që do t'japësh paracetamol, kur të marroj paracetamoli dhe si ulet temperatura do ta çosh në spital, po unë që e kam adoleshent, çfarë spitali ta çoj? Sepse problemet janë më të mëdha. Dhe në këtë kuptim, sigurisht që të gjitha debatet janë të nevojshme dhe të rëndësishme për t'u bërë. Ajo që unë mendoj, edhe në paralele me serialin, është që institucionet arsimore ose shtetërore, gjëja për tej familjes, është shpesher me rëndësishme se çfarë do të brenda familjes. Dhe fëmijën, ajo familje që punonte, e kishte 2 orë mbas dite, 3 orë mbas dite, ose kur kishte nevojë për gjumë. Në këtë kuptim, ne pam që institucionet të cilat janë arsimore dhe janë të degraduara, që janë edhe në vendet të zhvilluara që ne mendojmë që është një realitet tjetër. Imagjinoni se sa me amplifikuar vjen në institucionet tona shtetërore, është që institucionet jashtë familjes duhet të luajnë një rol jashtëzakonisht shumë të rëndësishëm, sepse ne nuk mundet ta zhndrojmë prindërimin në shkencëtar. Pra, unë fillova të kuptoja se ç'ishte prindërimi ditën që u bëra prind. Po institucionet që ndërton vendi i ndërton me një bagazh dhe me një elit të madhe njerëzish që janë të specializuar të kujdesen për fëmijët. Në këtë kuptim, çdo çedim i tyre humb. Sepse një gjë që të paktën mendoj unë që duhet diskutuar dhe që jepet në serial është që mbase edhe tek ne, po sidomos në Angli në një vend të përparuar, shumë të drejta për fëmijët. Në kuptimin jo të drejta se ata patjetër që i meritojnë, por në çdo gjë ti ke të drejtë të mos flasësh, ke të drejtë të mos japësh një përgjigje, ke të drejtë të ikësh të largohesh, dhe në këtë lloj forme fëmijët mu duken në një ose adoleshentët sikur kishin
superfuqi mbi të rriturit dhe nuk interesonte nëse aty ishte një mësues, nëse aty ishte një prind që ishte dhe komesar me grada dhe fëmijën e atij në sy të vet e abullizuan 15 vjeçar. Dhe kjo mendoj që akoma nuk ka ardhur këtu tek ne një mbrojtje shumë e madhe nga ana e të gjithë institucioneve për fëmijët. Pra nëse këtu nëse të vërtet prindi, nëse të vërtet shkolla, okay, mund të bëhet. Ke policu që sillet pastaj. Në ku të vjen psikologu. Në të paktën në shkollat që kam patur unë, kjo lloj frymë është. Frymë mentaliteti europian, i cili thotë që ti ke drejt, nuk e ka bërë të detyrë për arsye se kështu e ka ndjerë. Ta justifikon dhe të argumenton shkakun e mosbërjes së një detyre. Por jam dakord me atë që sado familja të përpiqet të japi maksimumin e vet, sepse 3 orë pothuajse secilit nga ne na gjendet për kohë reale për të qëndruar në shtëpi. Nëse jemi dakord për të qëndruar tamam me fëmijën plas, se ti mund të shkosh në shtëpi të mbërësh me detyra të tjera, të merresh me punë shtëpie. Dhe koha nuk është aq e mjaftueshme. Sot ai do shoqërohet apo dhe do shoqërohet tek pjesa virtuale që ka ushqimin e vetë të përditshëm. Gjatë gjithë kohës. Ky është problemi që ti nuk e kupton. Çfarë arrin ai të komunikojë. Unë rastësisht në një nga këto ndeshjet europianit kam parë që ai po e shikonin bashkë dhe ai lexonte gjithë komentet e njerëzve. Thash, çfarë të intereson ty të lexosh gjithë komentet e njerëzve? Më thënë shargjim kohë e kot. Mua më duket një budalli të lexoj. Shikoj lajmin po. Interesi i tij ishte sepse jo po i këndeshja jo, lojtari jo, do me thonë, janë ca gjëra që ne o duhet të fillosh të merresh e 3-4 ditën me të, që as kjo nuk është pa mundur. Dhe ndryshojnë shumë. Do më falë vetëm një minutë, vetëm një minutë ju kërkoj ndjes, më duhet vetëm një minutë publicitet se kemi kaluar shumë kohën, pas pak. Rikthehemi, do të vazhdoj bisedën me Eksenën në këtë moment për një tjetër aspekt. Në fakt, nuk e prekëm më herët, është momenti mendoj. Krimi kryhet sepse djali nuk ndihet mjaftueshëm, nuk ka qenë mjaftueshëm mashkullor në sytë e vajzës. A mund ta shpjegojmë pak të anën e seksualitetit edhe të qenit mashkullor që në këtë moshë, që mua më duket shumë e vogël për të bërë diskutime të tilla, apo me sa duket bëhen? Është vërtet dhe në kërkimin e motivit, edhe në gjithë kërkimin që bën policia, është pikërisht motivi që një 13 vjeçar vret një vajzë, sepse ai është qëllimi kryesor. Dhe ndër analizë ti kupton që është shumë thelbësore sot të shohim agresivitetin që qëndron në figurën mashkull dhe në figurën femër. Sepse aty ka kode. Pa do të thotë që adoleshentët po fshihen nga të rriturit, pa nuk duan të kuptojnë. Aty ka një element kulturor që ka qenë shumë kohë më para. Misogjenia, që do të thotë urrejtja ndaj gjinisë femërore. Dhe kjo pretendohet që vazhdon edhe sot nëpërmjet rrjeteve sociale. Pra këtë duhet të kërkojmë në kuptimin e vërtet të gjinisë mashkull dhe femër, sepse aty del që viktima në një moment e bullizon personin deri në atë moment që ai bën vrasjen, por që është me kode dhe askush nga ne si të rritur nuk arrin do ta kuptojë. Që do të thotë që nëse ne jemi rritur në një kohë ku teknologjia nuk manipulon të do trurin ton, jemi në një kohë që teknologjia po manipulon trurin e fëmijëve. Dhe ajo na ofron mundësinë që të kuptojmë që ne nuk mund të ecim dot me skemat unë kam qenë i dhunuar si burr dhe nuk po e dhunoj fëmin tim. Kjo nuk vlen më në këtë lloj mënyre se si po rriten. Sepse është një element tjetër që del në film. Ende ka figura në TikTok të cilët nxisin urrejtjen ndaj figurës grua. Dhe pikërisht në misogjeni dhe manosferë që përmendet në pjesë të këtij dokumentari, do ta thoja, është fakti që ende dëshirohet në figurën mashkullore që të mbahet i ulët niveli i femrës, i gruas në shoqëri. Sepse është një element tjetër, element kodi shumë i rëndësishëm. Aty thuhet 80% e femrave pëlqejnë 20% të meshkujve. Çfarë do të thotë për një 13 vjeçar të mos jetë i përzgjedhur nga një femër. Dhe aty shpjegon dhe thuhet që pjesa e meshkujve që nuk përzgjidhen
që rrezikojnë të jenë beqar të pavullnetshëm, duhet të bëjnë disa trike, disa mashtrime që të arrin tek figura femërore. Dhe kjo është një element shumë thelbësor, pra përtej figurës prindërore, pra ty shihet që babai me gjithë përpjekjen e tij, pra për të punuar, për të mos ushtruar dhunën, nuk arriti dot të ishte ajo figura që duhet, si që ishte figura e një personi që vjetë është bërë viral në TikTok. Pra ka marrë shikueshmëri nga më cilësoret, përsa i përket urrejtjes dhe figurës që i thoshte duhet të ishe mashkull me puro, duhet të ullim moralin e femrave, për duhet të thënë ajo fjala që shpesh e themi për femrën e pa moralshme, sepse vetëm në këto mënyra ti je burr. Ky është një aspekt, po edhe vajza ka aspektin tjetër, që nuk pëlqen një djalë, sepse ai nuk ka tiparet që ajo kërkon, karakteristikat pra të qenit mashkullor. A mbetemi pak edhe te kjo, sepse duket sikur i ngarkojmë një përgjegjësi shumë të madhe në këtë rast vetëm djalit për urrëtitjen ndaj femrave. Po vetë vajzat, mos ndoshta kalojnë në efekt në bullizëm, në sulme që e dëmtojnë edhe një djalë normalisht. Dhe në këtë analizë, shumë psikiatër dhe psikolog ndërkombëtar na kanë ofruar mundësinë të kuptojmë që analiza ndërmjet djemve dhe vajzave nuk bëhet duke i krahasuar të dyja si gjini. Duke i ndarë pra çfarë është një femër, pra një femër nuk dëshiron një mashkull agresiv, kurse si. Pra një mashkull i cili do ta dominoj, një mashkull i cili e orienton gjithë kohës. Pra shkenca sot na ofron që ne, meshkuj dhe femra, jemi njësoj biologjikisht. Kemi disa funksione diferente, por jemi njësoj. Do të thotë që secili duhet të respektoj rregullin e gjinisë, pra që ka brenda, dhe nuk duhet krahasuar kush është më i fortë, kush dominon më shumë. Për shembull, ne abuzojmë shumë me figurën femërore. Pra i themi fjalinë e fundit për sa i përket moralit. Ndërkohë një djali, një mashkull i themi ti nuk je burr mjaftueshëm, se po ti ishe burr mjaftueshëm, kjo fjalinë në vetvete nxit urrëtie. Dhe të dy po i dëmtojmë. Të dy po i dëmtojmë dhe nëse bëjmë analiza, e rëndësishme është të mos përdorim gjuhën e urrëties. Pra nëse të themi në këtë po themi dokumentar që është një femër e cila e drejton një mashkull drejt agresivitetit, aktit final, se aty të gjithë ishin të mundur, të gjithë djemt në atë shkollë ishin të mundur që ta bënin atë akt. Por thjesht i rastisi këtij djali sepse ashtu ishte rregulli social. Por në atë shkollë del në pa që të gjithë mund ta bëjnë. Pra edhe femrat janë agresive, sepse doli një moment... Edhe ajo shoqja... Ishte agresive. Pra do të thotë që nëse ne analizojmë nëpërmjet dhunës dy gjinit, sepse aty thelbi kryesor është të qenit femër, të qenit mashkull. Pra çfarë është njëra? Nëse ti je mashkull duke dominuar femrën, atëherë kjo nuk shërben. Sado ligje të shpikim ne, sado fushata sensibilizuese ndaj gruas të shpikim ne, nuk arrim dot në thelbin kryesor që është diferenca ndërmjet mashkullit dhe femrës. Krijuesit gjithashtu cekin edhe gjatë intervistave të dhëna pas, edhe duke parë edhe suksesin edhe ndikimin, edhe pjesën e elementit të pornografisë. Jo vetëm rrjetet sociale, por edhe pornografia një ndikues tek mendësia, të sjellja, tek formimi i adoleshentëve. Si mund të ndikojmë, Migen, nëse mund të dalemi pak edhe bashk, duke marrë parasysh që është një moshë shumë e hershme, edhe me Eksenën do doja ta preknim pak në aspekt psikologjik. Jo, do doja që, pra, edhe në pornografi ne nxjerrim figura femërore. Pra, të pamoralshmen e bën femra, e bën gruaja, dhe ai po ta shije, pra i pëlqente top modelet të cilat ishin të ekspozuara në trupin, aty pa ai nuk kuptonte asgjë se çfarë do të thoshte të hyje në një marrëdhënie me një grua të madhe, pa nuk e kuptonte dot thelbin e seksualitetit. Por gjithsesi, prap e pamoralshme ishte femra, sepse aty përmendet në gjithë analizën që i bëhet arsye së vrasjes së tij, ishte pikërisht që ajo femra pra ka bërë diçka të cilën më ka çuar mua. Pra do të thotë që është figura e femrës e cila e shkakton mashkullit kriminalitetin. Dhe kjo është një që unë nuk kam bërë asgjë gabim, ose nuk kam bërë vrasje, unë nuk kam bërë asgjë gabim.
Ma dje në një moment thot që shumë djemë të tjerë mund të bënin edhe më shumë gjëra se sa vrasja, por që unë jam një djalë më i mirë se të tjerë, sepse nuk shkova për te. Sepse ai thot në momentin e vrasjes, unë mund dhe ta prekja në pjesë të ndryshme të trupit. Pra do të thot që në momentin e vrasjes ti arrin atë që ti nuk arrin dot në jetën e përditshme sociale. Dhe kjo është tepër tronditse, pra për figurën e një djali për të arritur në këtë lloj lufte kaq agresive në pëlqyeshmërinë e femrave, të bëj këtë lloj përpjekje kaq ekstreme dhe jo normale për të qenë thjesht i pëlqyer dhe i pranuar. Ndërkohë, kontrasti ishte kur ai gjatë gjithë kohës për shoqen shprehej me është dhe jo ishte, që në vetvete ende nuk e kishte kuptuar aktin e asaj çfarë kishte bërë. Si është e mundur pra, edhe një 13 vjeçare arrin ta kuptojë një gjë. Kjo tregon që që gjendja e tij nuk ka qenë. Sjellja e tij ishte e bazuar në gjithë elementet që psikologja e përmendi, duke futur pak edhe agresivitetin që ai e kishte pjesë, dhe jo vetëm ai. Do me thënë e shohim edhe të figura atërore, e shikojmë edhe në shkollë, pra në gjithë modelin që i serviret e përditshme ati. Se ne themi që një mashkull është mashkull kur është agresiv, pra kur ngre zërin. Dhe kjo është Dhe vetë vajzat mund ta bëjnë këtë lloj sulmi, si e burrë se ndaj kujt e ngresh zërin, ndaj më të dobtit. Pra, dikush tenton të të bëjë inferior nëse ti ndihesh inferior, sepse në analizën që i bëhet pra urrëties ndaj gruas është që meshkujt ndihen inferior në pamundësinë për të zgjedhur, dhe atëherë ata mundësojnë dhunën, pra kjo shpjegon pse ne kemi ende sot dhunë në familje, sepse duam të, pra sa më poshtë e mbajmë figurën e femrës, aq më shumë deri diku mashkulli ndihet i sigurt, pra që mund të mbijetojë në këtë shoqëri. Një pyetje kisha, ju si psikologe. Pse në film nuk dominoi po me aq rëndësi roli nënës në krahasim me rolin e babait? Si e keni parë këtë pjesë? Sepse mamaja u shfaqë vetëm, u shfaqë plotësisht se ishte në episodin e parë, po totali ishte katra. Jo marrëdhënia. Jo marrëdhënia. Raporti i saj me të birin ishte pothuajse janë shkaluar. Është e vërtetë dhe po ta shohësh nëna nuk reagoi në mënyrë agresive. Pra ishte pasive në pritjen e agresivitetit të babait, por ajo në asnjë moment nuk reagoi në mënyrë agresive. Madje u kujdes kur shkoi në burg për gjërat që fëmia ishte intolerant, për çfarë duhet merrte me vete, ndërkohë pra tregon që ajo ka qenë e kujdesshme dhe prezente në rritjen e fëmijës. Babai pësoi një krizë, se kjo është e rëndësishme në figurën mashkullore, dhe prandaj ajo ofroi në fund nënës që më mirë do të ishte ta shije ti atë që farë bëri djali, sepse ti je një nën më e mirë, ti e bën më mirë. Unë me sa duket kam dështuar si figurë mashkullore, pra do të thotë që edhe babai vet është viktim e këtij modeli që ne duam të jetë një burr i mirë i cili mban familjen, punon gjatë dhe e do familjen e tij. Pra është një barë shumë e madhe në cilën ne kemi veshur figurës mashkullore. Po të gabim se punon. Jemi në fund fare. Edhe ky është modeli. Kemi arritur në shikoj fëmia që punon është shumë e rëndësishme. Po. Jemi në fund e këtë besoj bëjmë të gjithë përpjekjen, po ja që te koha çaloke ja, nuk gjithmonë nuk do ketë një zgjidhje. Në fund fare do të pyes thjesht po se jo shkurtimisht, është hedhur gjithashtu një diskutim prej tyre, prej krijuesve, mbetem tek ata që mbylljen e rrjeteve sociale për moshat e reja, duke qenë se nuk janë të aftë akoma që të menaxhojnë situatat që krijohen. Je pro apo kundër Santa? Do të ishte mirë, mendon se do ishte më mirë? Në atë shoqëri andeja? Ose këtu? Këtu pothuajse është pamundur. Është e pamundur, po do ishte mirë? Disa filtra duhen bën, disa duhen kryqëzuar dhe duhen bllokuar disa gjëra. Dhe unë jam për filtrat dhe jo për heqjen totale, sepse mendoj që edhe heqja totale nuk është pozitive për një fëmijë që po rritet në një shoqëri që do jetë gjatë gjithë kohës me teknologjinë. Dhe ti ja heq 10 edhe 12, po pastaj 18 do përplaset me një realitet që ndoshta nuk do e menaxhoj dot. Do të thënë filtra na duhen të gjithëve, ëh? Edhe unë besoj që lidhet më shumë te aftësia për ndërtuar mekanizma mbrojtës sesa për të shkatruar ato që nuk janë të shkatrueshme siç është teknologjia. Nuk e ç'bën. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. E rëndësishme nuk e ç'bëjmë dot teknologjinë, tashmë jemi në krizën e teknologjisë. Thjesht kuptueshmëria, siç nxjerrët edhe e rëndësishme është të ulemi, të kuptojmë se çfarë po ndodh tek fëmijët tanë, sepse ndryshe nuk do arrim dot të përshtatemi me gjithë të ndryshim. Ju falenderoj shumë për bisedën, për kohën që na dedikuat sot. Do të shkojmë në publicitet, takohemi pas pak për kuicin e Komodita Home.
Rikthehemi, jemi me kuicin e Komodita Home. Komodita Home ju mirëpret deri në datën 31 mars me ulje deri në 70% për rastin e 10 vjetorit. Është një dekad që ju keni mundësin të blini dhe të shijoni rehatin dhe komoditetin që ju ofron çdo produkti Komodita Home. Tani, sa i përket dhuratës, është pikërisht kjo Fast Hand Blender, e cila është me disa pajisje në një të vetme. Kështu që nëse do të gjeni 4 përgjigje të sakta, do ta fitoni. Telefonata e parë është gati. Alo, përshëndetje? Përshëndetje, pa besueshme. Kush është? Ana është prap? Po. Ana, çka ke bërë? Si është puna? Ma thuaj të vërtetën, ke prerë në një kabull andi që mos ta vjen si telefonat, nuk e di. Si arrin ta kapësh linjën, nuk e di. As vetë nuk e besova, do ta provoj njerë. Do na thonë e kanë fut me mik këtë, se s'kam, do e marrim këtë akuzë. Ja. Ana, jemi gati. Po. Si thua, vazhdojmë. Atëherë, sa përfundoi ndeshja mbrëm Shqipëria-Andora? 3-0 për Shqipërinë. Vazhdo shprehjen, kur s'ke kokë, ke këmbë. Sipas legjendës, në Kalan e Shkodrës është murosur Rozafa. Çfarë përkujtohet në datën 5 maj? 5 maj, dita e dëshmorëve. Kam përshtypjen i bëri 4, Ana? Okej. Ana, super të lehta ishin, e fitove dhuratën. Ana, faleminderit. Ballokume do bësh më? Si është puna? Doni t'ju sjell një mas kur duj? Çfarë do na sjellësh? T'ju sjell një mas ballokume. Mirë. Unë do ta ruaj, si t'ja bëj që nuk e konsumoj dot tani, po do ta ruaj. Atëherë kur të marrosh dietën do t'i sjell enkas për ty. Ashtu e bëjmë. Të falenderoj shumë. Faleminderit që na ndjek. Përshëndetje nga zemra, ty Zojën Vjollca. Përshëndesim edhe ne, faleminderit. Të gjithë stafin. Të përshëndesim. Gjithë mirat dhe për ty. Mirë, faleminderit shumë. Jemi në fund, por unë kam mundësi në këtë moment që të ndalem pak te Komodita Home. Siç po ju thoja, është një dekadë dhe sigurisht që kjo festohet me super ulje deri në 70%. Këto ulje ju i gjeni jo vetëm në pajisjet e kuzhinës, meqense jemi në një të tillë sa i përket dhuratës që ndam sot, përfshirë këtu edhe pjata, gota, setet të ndryshme servisesh, por gjithashtu edhe në dhomën e gjumit që është shumë e rëndësishme. Do t'i gjeni dyshekët, llojet e ndryshme në çmim ofertë, setet e çarçafëve që janë 100% pambuk, material super cilësor dhe dizajni dhe ngjyra në varësi të përzgjedhjes dhe preferencës tuaj, setet velvet touch, organët, bataniet, soft touch, të gjitha produktet i keni me çmime shumë të mira. Kështu që vijoni dhe vizitoni dyqanet, gjithashtu mund të vizitoni online rrjetet sociale dhe website-in e Komodita Home. Keni plot mundësi për ta thjeshtuar edhe blerjen tuaj në këtë brand të mirë njohur me produkte shumë të dashura për të gjithë shqiptarët. Faleminderit shumë që na ndoqët. Do takohemi përsëri nesër në Shi e Shtëpia.